Kam pranuar fajsin 2 prej 6 serbëve të akuzuar për sulmin ndaj zyrtarëve të policisë dhe atyre të doganës të kryer në fund të 2021-s. Sipas aktakuzës së ngritur në shtator gjatë aksionit antikontraband në Mitrovicë të Veriut, zyrtarët shtetëror nga ata janë goditur me gur, shufra druri dhe metali, si dhe me granata dore. Të ullur në bankën e të akuzuarit në gjykatën themelore në Prishtinë, Nenad Milković e Aleksandr Lazić pranuan akuzën. Duke pas parasysh hera e parë para gjykatës, Dalika nisë i ovakvu situaciju. Dhe asnjëherë nuk kam pasur kësaj situate, për situatën e cila ka ndodhur. Dhe nuk do të përsëritet më asnjëherë. Një le të fajtojë probleme penale për të akuzuar. Za krivično delo za koje se optužujete? Da. Sikur këta të dy për veprat penale, pjesëmarrje në turm dhe huliganizëm, akuzohen edhe 4 të tjerë, por ata thanë se nuk ndihen fajtor. Një vetëm fajtor për të dy vepra penale për të cilat akuzohesh. Jo. Por asnjërin? Jo. 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 Sipas prokurorisë, të 6 të akuzuarit u kishin zënë pritën policisë duke vendosur barikada, ndërsa mjetet e blinduara të policisë janë goditur me plumba nga të shtënat me armë zjarri dhe me granata dore, përpasoj 3 polic janë plagosur. Avokatët Haxhi Millaku e Jelena Kriko Kapić, që përfaqësojnë 2 serbët të cilët e pranuan fajsin, thanë se pranimi është bërë me vullnet të lirë dhe kërkuan që dënimi i mundshëm me burg të zaventësohet me gjobë. Pranimin e fajsisë të akuzuarve e pranoi prokurorja Arbresha Shala. Kanë gjitën që rrethanën e pranimit të fajsisë. Gjykata ta merë si rrethanë lehtësuese. Pasi aprovoi pranimin e fajsisë të 2 të akuzuarve, gjyqtari Vesel Ismaili veçoi procedurën penale për të 2 të akuzuarit. Tani instituti do zhvillohet procedura penale darës nga këta 2 të akuzuarit. E shpallja e gjykimit. Për 2 të akuzuarit Nenad Milković dhe Aleksandr Lazić do të bëhet me datën 22/10/2025. Por paraprakisht në nisje të seancës, avokati të akuzuarit Ilia Vicentjević kërkoi që të shtyhet shqyrtimi fillestar, pasi tha se nuk i kanë pranuar shkresat e lëndës përveç aktakuzës. E prokuroria Shala njoftoi se ka shpërndar njoftimin për shkresat të gjithë mbrojtësit, por që të gjithë nuk janë lajmëruar. Gjatë pauzës për konsultim për disa momente në sallën e gjykimit, pati mungesë të energjisë elektrike.